Të nderuar shikues të Qika në ekran. Mirë se takohemi në emisionin ton të fundit në këtë format. Ne nuk mendojmë që kemi shtjerur të gjitha temat shoqërore e gjinore, të cilat kemi pas në plan të sjellim përgjatë emisioneve tona. Ne në fakt dëshirojmë të marrim pak kohë dhe të absorbohen siç duhet nga jo temat të cilat i kemi diskutuar përgjatë muajve të kaluar, në krahasim me kontekstet të sotme. Për emisionin ton të fundit, kemi vendosur të flasim për një temë e cila ka mjaft ndjeshmëri në vete dhe që ndez debate të shumta shoqërore. Do të diskutojmë aspektin e përfshirjes gjinore në procesin e mësimdhënies. Bashkë me të ftuarët tona, Uranela Demaj, autore hulumtime të përpiluar për organizatën ETEA, shqyrtimi kritik i lektyrave shkollore, analizë kritike e diskursit të teksteve letrare të rekomanduara për lexim në arsimin e mesëm të ojt në Kosovë, dhe Valmira Morina, menaxhere e projektit në Teach for Kosova, ku bashkë me Qika implementon projektin Let Girls Thrive. Të ndjekim fillimisht lajmet e muajit të fundit. Instituti GAP ka publikuar një infografik e cila paraqet dallimet sipas gjinisë në pagën mesatare bruto ndërmjet sektoreve në Kosovë për vitin 2024. Sipas administratës tatimore të Kosovës, në të gjithë sektoret, përveç furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbeturinave, burrat paguhen më shumë se sa gratë në Kosovë. Siç edhe shihet në infografik, në administrim publik dhe mbrojtje, burrat paguhen mesatërisht 607 euro, ndërsa gratë 508 euro. Tek aktivitetet e patundshmërisë, burrat paguhen 200 euro më shumë se sa gratë. Burrat paguhen më shumë edhe në aktivitetet e shëndetit dhe të punës sociale. Ata marrin mesatërisht 551 euro, ndërsa gratë 371 euro. Në aktivitetet shërbyse, burrat paguhen 481 euro, ndërsa gratë 388 euro. Dallimi i lartë në pagë, sipas gjinisë, vërehet edhe tek aktivitetet financiare dhe të sigurimit, ku burrat marrin 639 euro e gratë 555 euro. Në aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, burrat paguhen mesatarisht 622 euro e gratë 508 euro. I vetmi aktivitet ku gratë paguhen më shumë është furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbeturinave, ku marrin veç 20 euro më shumë. Për gjatë muajit maj janë raportuar 94 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të policisë së Kosovës. Të dhënat e analizuara nga Qika tregojnë se në 29 raste kryesit e veprës ishin partner apo bashkëshort. 5 ishin ish partner apo ish bashkëshort, 44 janë klasifikuar si të tjerë dhe 17 familjar. Me datë 6 maj, një burr ka vrarë vajzën e tij 15 vjeçare dhe ka plagosur vajzën tjetër 10 vjeçare dhe bashkëshorten e tij. Policia, prokuria dhe institucionet tjera janë dalë në vendin e ngjarjes dhe sipas informacioneve të raportuara nga mediat, dyshohen se viktima dhe i dyshuari janë shtetas të huaj. I dyshuari është arrestuar nga policia dhe ka qenë duke u trajtuar në spitalin rajonal të Prizrenit, pasi kishte lënduar edhe vetën. Inspektoriati i punës ka gjobitur në shumë prej 3.000 eurosh ndërmarrjen trepsha për transferime të pajustifikuara dhe pa konsultuar nevojat shëndetësore të punëtorës Valdete Shabani. Ky është vendimi i dytë në favor të së drejtave të Shabanit, pasi që gjykata themelore në Mitrovic, në vendimin e datës 13 janar 2025, pati vendosur që ta pranoj në tërësi padinë e saj, e cila kishte kërkuar që ta anulohen 2 vendimet trepshës për ta transferuar në vendet të tjera të punës dhe ta rikthejë në pozitën të cilën e kishte para këtyre vendimeve. Gjykata ka kërkuar që këto vendime të anulohen dhe ka obliguar ndërmarrjen trepsha që Valdetën ta rikthejë në vendin e punës si shefe e shërbimit logjistik dhe administrativ. Uta Ibrahimi ka hyrë në historinë botërore të alpinizmit duke u bërë personi i parë nga Ballkani dhe gruaja e parë shqiptare që ka ngjitur 14 majat më të larta në botë, të njohura si 8 mishat. Lajmin për këtë e ka bërë të ditur vet ajo, kur me 10 maj 2025 përfundoi ngjitjen e saj të fundit në 8586 metra, maja e tretë më e lartë në botë.
Sipas të dhënave të fundit, nga viti 2024, vetëm 8 gra e kishin përfunduar këtë sfidë. Arritja UTës e vendos atë në një grup jashtëzakonisht të vogël alpinistësh në nivel global dhe e bën atë një nga emrat më të mëdhenj të alpinizmit në Ballkan. Raporti i fundit nga Amnesty International, që analizon të drejtat e njerëzit në 150 vende, thekson pabarazitë sistematike dhe dështimet ligjore në Kosovë, veçanërisht në qasje në shëndet riprodhues dhe mbrojtjen e komunitetit LGBT. Theksohet se fertilizimi i asistuar mjekësor mbeti i qasshëm vetëm në klinika private, pasi kuvendi dështoi sërish ta miratoj ligjin për shëndetin riprodhues. Mes tjerash, për komunitetin LGBT, raporti thekson mosvotimin e reformave në kodin civil, që do të mundësonin regjistrimin e partneriteteve të së njëjtës si gjini, si dhe mungesën e strehimoreve për të mbijetuarit e dhunës në familje. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve për familjen dhe komunitetin në Turqi, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Familjes dhe Shërbimeve Sociale, ka dërguar një letër drejtorive të përgjithshme të Ministrisë dhe drejtorive provinciale në 81 qytete me titull Përdorimi i gjinisë dhe disa koncepteve, duke shënjestruar komunitetin LGBT. Në këtë letër, kjo drejtori argumenton se njësitë e ministrisë në bashkëpunim me institucione kombëtare e ndërkombëtare, organizata të shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë duhet të mbajnë një qëndrim të unifikuar kundër koncepteve si gjini, identitet gjinor, komunitet LGBT, si të terma si orientime seksuale, identitetet gjinore, shprehjet gjinore dhe karakteristikat seksuale. Këto terme konsiderohen si kërcënim i rendit tradicional, institucionit të martesës dhe familjes nukleare. Shikues të nderuar, ashtu siç e paralajmëruam, tani kthehemi në tavolinën e debatit. Kam kënaqësinë sot me diskutu për tekstet shkollore, po për te teksteve shkollore, për lektyrat që fëmijët i mësojnë edhe i lexojnë shkolla, për si me adresu perspektivën gjinore në mësimdhënie, e shumë tema të rëndësishme që prekin edhe lidhin edukimin me barazinë gjinore. Ku me mua sot është Valmira Morina. Valmira, faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Dhe Uranela Demaj. Faleminderit Uranela. Faleminderit shumë. Atëherë, Uranela, po e filloj me juve, me qenë se ditëve të fundit në bashkëpunim me ETEA keni publikuar një raport që trajton faktikisht edhe stereotipet gjinore në për lektyrat për nxënësit edhe fëmijët që i lexojnë sot. Cila ka qenë cytja për me hulumtu këtë temë dhe çush ka qenë metodologjia për përzgjedhjen e titujve të caktuar të lektyrave shkollore? Okej, fillimisht me lejo të falenderoj për ftesën dhe për pjesëmarrjen këtu. E kemi fillu një studim së pari me rrjetin e të drejtave të njeriut, i cili ka pas të bëj me gjuhën diskriminuese, që vazhdohet të përdoret në shumë tekste shkollore në Kosovë në nivelin e mesëm të lartë. Ky ka qenë studimi, ose së paku ky ka qenë komponenti i studimit që ne kemi marrë përsipër. Dhe jemi nisë nga ideja që themeli i idesë ka qenë që gjuha dhe tekstet shkollore nuk janë asnjëherë neutrale. Kjo është këndvështrim sociolingvistik, një këndvështrim i cili na lejon t'i shohim strukturat, narrativat brenda në tekste si riprodhime shpeshherë të disa vlerave, të disa ideologjive që ndonjëherë janë edhe shumë të vjetruara. Pasi që e kemi publiku këtë raport, mua më ka kontaktu ETEA. ETEA është organizatë e cila merret me lexim, me leximin kritik dhe me kulturën e leximit në Kosovë, veçanërisht të nxënësit e ri. Dhe ata kanë qenë të interesuar, kështu që ideja ka qenë e tyre fillimisht, kanë qenë të interesuar të shohim se çfarë lloj përmbajtje mund të kenë tekstet letrare, cili është repertori letrar që vazhdohet t'i servohet nxënësve, t'i servohet fëmijëve tonë. Dhe pas kësaj kemi fillu ta përpilojmë faktikisht një listë e cila është listë pas një studimit sasior që e kemi bërë. Kemi mbledh lista të ndryshme të shkollave në anën mbar Kosovën. Faktikisht të gjithë këto shkolla kanë qenë të adresuar. Ju kemi thënë, a mundeni më na i dërgu listat që ekzistojnë. Duhet të theksohet këto që këto listat e lektyrave shkollore
nuk janë lista zyrtare, pra nuk ka ndonjë list nga ministria që ofrohet, që të thuhet që okej, këto janë tekstet letrare që duhet të lexohen. Nuk është fare organizuar prej Ministrisë Arsimit. Nuk është më e organizuar prej Ministrisë Arsimit. Ka qenë përpara, po tani më nuk është, tash është në vendimarrjen e mësimdhënësit dhe shpesh herë vazhdohen të qarkullojnë ato lista që ata i marrin të qëndësishme brenda kontekstit të mësimdhënies së tyre. Kështu që kemi kërku lista që po vazhdojnë të, me tekste që po vazhdojnë të servohen në këto shkolla dhe pastaj kemi përpilu një listë tjetër e cila pasqyron çdo tekst letrar që përsëritet më shumë se 2 herë, pra në më shumë se 2 shkolla. Në bazë të kësaj, pastaj kemi pasur mundësi të bëjmë një analizë më të thellë, një analizë sasiore që po shpresoj që mundem me diskutu edhe me tutje me disa gjetje kyçe, po e kemi bërë edhe një analizë e cila bazohet në critical discourse analysis. Ajo është analiza kritike e diskursit. Analiza kritike e diskursit është komponent i sociolingvistikës, po edhe komponent i leximit kritik, i cili niset ose mbështetet në këtë nocionin që spjegova edhe më herët, pra nocioni që asnjë tekst nuk është neutral dhe në mënyrë të vazhdueshme tekstet mund të jenë burime kryesore të ideologjive, vlerave, normave. Cilat kanë qenë gjetjet kryesore? Kemi pasur gjetje që edhe veç nisma tregon që ju keni pas pritje tashmë që keni bërë pas gjetje, mu që apo më intereson sot është cilat kanë qenë gjetjet kryesorë, sidomos që lidhen me çështjet gjinore. Po. Pra, ka pas gjetje të ndryshme, po fokusohen tani vetëm në aspektin gjinor, me qenë se edhe komplet formati ndërlidhet me këtë komponent. Kur e kemi bërë një analizë më të thellë të teksteve sikur Verorja, sikur Malsorja, sikur Nita, këto janë tekste që vazhdohen të u ofrohen nxënësve, e kemi parë që elemente seksiste, gjuha seksiste në sociolingvistik e konsiderojnë si produkt të stereotipit gjinor. Kjo vazhdon të transmetohet përmes këtyre teksteve dhe brenda për brenda në tekst nuk ofrohet nga botuesit ose nga ata që merren me vetë prodhimin e tekstit, nuk ka brenda ndonjë spjegim shtesë që e historizon ose e vën në dyshim një pasazh i cili mund të konsiderohet sikur fys ose nënçmues ndaj vajzave dhe ndaj grave. A mban mend ndonjë fjalë të caktuar që kishe pasur të ndryshme, ndoshta një pasazh i caktuar që përveç se kemi atë stereotip gjuhë seksiste, kemi edhe dhunë në familje dhe traumë. Është rasti i Malsorës, ku e kemi protagonistën atë e cila ngrehet për flokëve, faktikisht, edhe abuzohet nga bashkëshorti i vet. Ne gjithmonë, mrenda në këto tekste, e kemi pas synimin me eten të analizojmë këto tekste për nga aspekti A gjuhësor, dhe B nga prizmi i leximit të një 12 vjeçare. Pra ne asnjëherë nuk jemi nisë nga perspektiva që ta shikojmë tekstin dhe vlerën e tekstit në kanonin letrar apo vlera e tekstit nga këndvështrimi artistik. Çdo hulumtim e ka synimin e vet. Dhe brenda kohës dhe brenda dëshirës për të parë se çka po ekziston në repertorin letrar në Kosovë, këtu e kemi pas fokusin te gjuha. Gjëja tjetër që e kemi pa nga këto lista është mos përfshirja e autoreve gra. Pra në asnjë listë të cilën e kemi marrë nuk janë përfshirë autoret gra, autoret shqiptare në tekste. E kemi pa këta si shumë problematike, ka pas aty këto ndonjë listë ku është vënë në
është shënu në listë një autore grua, por ajo autore ka qenë autore me histori anglofone. Pra nga për shembull shkrimtarja Harry Potter ose shkrimtarët e tjera të cilat nuk janë gra shqiptare, pra me fjalë tjera gruaja shqiptare nuk përfatësohet si shkrimtare mrenda në këto tekste, e kjo çon drejtimin në idenë për këta fëmijë, pra nuk jemi të fol këtu nga vështrimi i neve të rriturve, po nga ideja e fëmijës që autoriteti letrar shpesh herë qëndron te mashkujt. E gjetja e tretë, nëse bën shumë shpejt që ka të bëjë me aspektin gjinor, është disonanca historike. Pra kemi shumë tekste letrare që kanë role gjinore të cilat janë të ngulitura në tradita shqiptare të kaluarës, por nuk kemi baraspesh të teksteve letrare të tashmës. Pra me fjalë tjera, nuk ka repertor nuk ka lloj-llojshmëri mrenda në këto lista, ku e kemi edhe një vëzhgim ndryshe, ku e kemi edhe një narrativ tjetër, ku gruaja është heroin, ku gruaja konsiderohet sikur e fortë, ose fare, ku mund të konsiderohet një femër si person që ka agency, që ka iniciativë, ose që mund të bëj diçka si protagonist me vetën e vetë brenda në këto tekste. Kështu që këto kanë qenë gjetjet kryesore. Pra duhet të theksohet këto që në shumë raste ku edhe është vënë si pjesë e kritikës të raportit që duhesh me historizu këto tekste, janë pjesë e kanonit letrar, është e vërtet, por duhet të ketë edhe balans me të tanishmen. Në vërtet, faktikisht tepër interesante gjetjet, kretë na që kemi qenë në shkollat e Kosovës, na ka ra me i përjetu, po mendoj si të përzgjedhja autorëve burra, gjithashtu edhe përmbajtjet, të cilat ndonjëherë na kanë traumatizu, ndonjëherë na kanë shtinë ndoshta edhe më shumë me pas pikpyetje, edhe mos me qenë rahat me ato që na u ka servu përmes tregimeve letrare. Por shumë i vlefshëm raportin dhe të tjera i rëndësishëm edhe për me tregu se sa është më rëndësi që shteti apo në këtë rast institucioni përgjatës Ministria e Arsimit do duhej të kishte më në kontroll përpilimin e listave të leximeve për fëmijë, po në anën tjetër edhe duke kriju një balans me librat e ri, po në anën tjetër edhe tu e pas më rëndësi se si ato lexohen edhe çka ekziston si interpretim prapa prej mësimdhansve që japin edhe lande në gjuhë dhe letërsi zakonisht. Po për me kalu bashkë te kjo që po e përmendi tash, Valmira, ju me Teach4 Kosova keni zgjedhur një formë tjetër të punës, kur flasim për përfshimjen e perspektivës gjinore mësimdhënie në vend përveç aspektit të hulumtimit edhe analizës, që disa vite jeni duke punuar me mësimdhanë të ri, cilët ligjërojnë lanë që janë totalisht treja, diverse alternative, hiç të ngjashme me çka shohim në sistemin arsimor në Kosovë. E ndërto ajo më e mira që është u bë është edhe projekti Let Girls Thrive, i cili ka synim që 5 mësimdhanë që janë shpërndarë në komuna të ndryshme, çdo vit nga 5 të ri dhe 5 komuna të reja, varësisht nga lanë që ata i zgjedhin me mbajtë dhe ligjëru mënzansë, jo në bashkëpunim me Qikën i trajnoni qysh me përfshi perspektivën gjinore mësimdhënie, që ndoshta bashkë edhe arsyeja edhe sot pse jemi dy këtë këtu bashkë është për me pas se çka kishim mujt, ndoshta edhe këto tekste edhe këtë çka i mungon shkollave në Kosovë, qysh kishim mujt me mundësu që mësimdhanë të e bojnë punën e përditshme me fëmijë, me mujt me i transmetu në një formë më të mirë dhe një formë më të barabartë dhe drejtë tek fëmija, sepse kjo është edhe synimi i gjellëve. Po, në fakt, po pajtuna me ato që the Leonit edhe po e ndëgjë me vëmendje dhonat e raportit, na ndonjëherë tentojna gjithmonë me gjujt topin nga mësimdhënësit, po harrojna që edhe mësimdhënësit janë pjesë e kësaj shoqënie dhe janë rritë në të njëjtin sistem patriarkal edhe sistem kogja të mangët të edukimit të cilin e kemi edhe ne. Teach4 Kosova tashmë që
5 vite tenton edhe rekruton studentat të ri të cilët janë sapo diplomuar, edhe tenton me i kyç në mësimdhënie për me mujt me pa edhe me pas një përvojë në mësimdhënie, edhe me pa ku janë mangësitë edhe çysh është mënyra më e mirë që na si tri me kontribu në sistem të edukimit. Shumicën e mësimdhënësve që i ka Teach for Kosova i ka të drejtimeve të ndryshme, disa prej tyre janë me fakultet të edukimit, të tjerët janë pa fakultet të edukimit, e që ne tentojmë nëpërmjet projekteve me çu në shkollat tona, edhe me lëndë zgjedhore me pas ata një përvojë të mësimdhënies. Njëjtë është edhe në projektin Let's Girl Thrive. Projekti është projekt 3 vjeçar i cili implementohet në partneritet me organizatën Qika, me cilët na jemi shumë të kënaqur me punën që na të bëhet që 3 vjet tashmë. Deri tash e kemi përfunduar të paktën të premten e kaluar, e kemi përfunduar vitin e dytë të projektit në 5 komuna të reja. Deri tani janë përfshi 10 komuna në projekt, edhe tash në vitin e tretë përfshihen 6 komuna plus. Kështu që janë 16 komuna, janë 16 shkolla fillore, edhe janë 16 mësimdhënës të ri të cilët janë trajnu nga organizata Qika, qysh me përfshi perspektivën gjinore në mësimdhënie. Këto që e tha dhe kolegja, gjithsa e ki një tekst edhe ki një libër të cilin veç e ki me kurrikull të Kosovës, cila është mundësia ose modaliteti që ti qatë tekst i cili pak është ndoshta i prapa mbetur nëse mund të themi, qysh mundesh me përshtat me nevojat e shekullit 21 që tashmë na i kemi. Me qenë se janë lëndë zgjedhore, ty përfshi lëndë të ndryshme, pej trajnimeve që i ka majt Qika me mësimdhënësit tonë, na tashmë për 2 vjet kena një rezultat kogja të mirë, qysh mësimdhënësat mujnë tekstin të cilin e kanë përpara, librin të cilin e kanë përpara, mujnë me përshtat me autonomin që e ka si mësimdhënës në formatin qysh e ligjeron edhe në formatin qysh ja u jep nxënësve. Kështu që deri tash kemi pa një sukses kogja të mirë, edhe na gjithmonë po menoj komplet projektin, me qenë se me të institutin e kemi ditën e higjienës menstruale, që është pecita nuk është luks, kemi vendosur që projektin edhe përmbyllim me këtë javë, kështu që javën e kaluar është përmbyll projektin në 5 komuna të Kosovës. Bash ish pyetja ke desha më interesu më shumë çush ka qenë edhe sa kanë qenë pranueshëm këta mësimdhënëse të ri në shkollat ku kanë shku, apo jo këta se individ më shumë temat e reja që i kanë shku. Na e dim që shumica prej tyne kanë trajtu tema që përgjithsisht janë tepër tabu në Kosovë, tu përfshi të drejta të grave për trupin e tyne, tu përfshi çështje si... Ma shumë ka qenë drejta mbi pronë me tregu drejtë. Po, edhe kjo mjaft sfiduese, po e kisha fjalën disa prej temave të cilat janë tabu në kuptimin edhe pak nga aspekti që moralizohen. Ndërto është edhe çështja e ciklit menstrual, ku për 2 vite me radhë Teach for Kosova kanë ndihmu bashkë me Qikën që fëmija vetëm i përgatit dhuratat për shoqet e klasës, dhe u ko një prej seneve më të lezetshme që e këna pa viteve të fundit në shkolla në Kosovë, për mu të paktën, që 5 vite me Qikën organizojmë kampanjën Peceta nuk është luks, u kon interesant mi pa fëmin të shpërnda broshura për informata për shëndetjen menstrual, edhe ndërkohë çka na kishte interesuar me pa çush ka qenë edhe pritja e tjerëve, përfshi këtu mësimdhënës, drejtar, po dhe fëmijëve vetëm u përfshi në këtë kampanje kaq të rëndësishme, po ndërkohë edhe kaq të stigmatizuar kësha me thonë. Me tregu drejtën në teren nuk është që kemi pas shumë vështirësi, ashtu çush kemi menduar na që kemi me pas. Mu m'pëlqen shumë që me kalimin e kohës edhe mësimdhënësit, edhe drejtorat e shkollës, edhe drejtorat e DK-ve, edhe zyrtarët e shtetit, mirë po sidomos prindërit edhe fëmijët, që shumë janë të emancipun për tema të ndryshme, edhe po e shohin që diçka të cilës mo nuk mund të iken, po e përqafojnë edhe po tentojnë me mësu në mënyrën e duhur, që po m'pëlqen tepër shumë. Kemi pas pak vështirësi në fillim kur i kemi prezantu projektin edhe qëllimin e projektit, mirë po pasi është pranu nga drejtoritë e arsimit, është pranu edhe nga shkollat, mandej mësimdhënësit ato nuk e kanë pas problem me implementu lëndën brenda shkollës, përkundrazi kanë gjetë edhe shumë mbështetje nga mësimdhënësit e tjerë në implementim. Ajo që ka qenë më interesant u kon se secila prej klasave ose të mësimdhënësave janë me kanë 20 nxënësa, djem e vajza së bashku, edhe kanë trajtu temat e ndryshme që shpërmen edhe Leonita, sidomos temat që më shumë të shpërmen që tash në 10 komuna ka qenë drejta mbi pronë, edhe qysh vajzat duhet me trashëgu edhe pronën nga prindrit, edhe u ka njëra prej tema që mandej është diskutu edhe në lanë të tjera. Edhe ka thënë jo se mu mësusja në lanë zgjedhore, për shembull mësusja Algeta ose mësusja Albina, mu më ka thënë që edhe unë kam të drejtë, ndërsa tash ti po më shpjegon diçka tjetër sa i përket. Ose nëse është ndodhur një lanë një storje në histori, që këta kanë mësuar për një lloj të luftës, disa prej vajzave që ka thënë mësimdhënësa ban me na tregu cilat kanë qenë gratë, cilat kanë kontribuar, sepse na kemi ndëgjuar ka dhe gratë cilat e këta e kanë marrë nga projekti. Kështu që një lloj
një lloj bashkëpunimi i tillë ka bëu që mandej edhe në sallë të arsimtarëve, vetë arsimtarët më ofru mësimdhënëses tonë, më thanë fal çka po i mëson ti klasë tonë se edhe nxënësat janë bërë kogjo shumë sfidues. Që i bën trazira nuk kanë qenë me efekte negative. Nuk kanë qenë me efekte, jo, nuk kanë qenë me efekte negative, edhe unë vazhdimisht tentoj me thënë që ndonjëherë nëse nuk po jesh shumicën e kohës në teren, gjithmonë po është një perceptim që disa tema nuk janë të pranueshme. Nuk është e vërtet. Ti për Kosova e marrën edhe shkollën verore, edhe në Leonita, 3 javë ditë të shkollës verore, marrim nxënësa të klasave 6-7 prej komunës së Fushkosovës, komunës Prishtinës, si vetë kemi edhe komunën e Obiliqit, edhe veç me i ndëgju ata nxënësa që flasin për emocionet e tyre, për ndjeshmëritë e tyre, për mos dallimet gjinore në zgjedhjet e profesionit, për drejtat barabarta dhe mundësitë barabarta në zgjedhje, është fantastike, diçka që të kaluarën kur kom qenë unë e gjenerati, kur kemi qenë besoj edhe ju, nuk e kemi pas edhe si mendësi të tillë. Qështu edhe ka qenë faktikisht e pamundur edhe me imaginu një orë në cilën mundesh me fol për temat për cilat sot fal punës juve është bëhe mundur me u fol në disa prej komunave faktikisht shumicën. Njëna nëse moj me cek një plus, njëna prej temave ka qenë që punësimi, edhe kur është folë për punësim, është folë gjithmonë në idenë që shumica grave janë anvise, shumica burrave punonjërë, sidomos në fshatra, sepse ti shpër Kosova është në komuna pak më të vogla, edhe për shkak që është ndru narrativa dhe disa orë mësimdhënësja ka marrë aktivitete, kur nxënësat e kanë kuptuar që nuk do të pas ndarje në punë. Në festën e kaluar të Bajramit, njëri prej djemve kërkon edhe nga vllaznit edhe nga babai që të gjithë së bashku me pastru shtëpinë për shkak se duhet të gjithë sepse të gjithë po jetojnë me ne. Këto janë storje pak a shumë të vogla, ko gjë shumë të jep një ide që projekti ka pas ko gjë shumë rezultat, edhe na mendojmë që nëse Ministria e Arsimit me një strategji ko gjë të mirë, mbrin me i trajnu mësimdhënësat të cilët dëshirojnë të rregull në sistem të edukimit, mundet me bëj një punë ko gjë e mirë, e që afat gjatë mundet me ndalu edhe dhuna familje, mundet me ndalu edhe vrasjen e vajzave dhe grave, që sukur qysh tashmë na ekip. Në fakt tu fol ti Valmir më kujtu që një për temave kështu ma shumë të që shkakton debat tek fëmija, sa herë më ka ra me i taku dhe më bo pjesë e klasave ku mësojnë, është çështja e punëve të shtëpisë, ku zakonisht nuk është një prej temave që nuk ju ka nxit asnjëherë mendimi kritik shumë në shkollë, edhe kësaj që është hapa i diskutim ka pas gjithë vajzat revoltume, cilat kanë thonë është vërtet, prej meje pritet me bo ma shumë, prej vllaut jo, ndërsa ka pas edhe djem po ashtu që kanë shumë të vendosur që unë jam djalë, nuk më takon me bo punë të shtëpisë, po ndërkohë krejt çaj diskutim shumë shpesh ka pru një farë diskutime vlefshëm edhe interesante dhe djem mas një kohë nuk jam një shumë rahat me i thonë njëta fjalë që i kanë thonë fillim të takimet. Po du mu këthy tek Uranel bashkë u lidhë prej çështjes edhe të profesioneve, edhe qëta idesë, roleve gjinore që shenë përsaktume. Ju ma herët e përmendet që përveç këtij hulumtimit me te i keni analizu me YR-ën edhe disa tekste shkollore të arsimit të mesëm të lartë, që kanë qenë lanë të ndryshme. Sa ka qenë gruja e përkufizume brenda një rolit saktum shoqënor brenda këtyne librave, edhe sa menon që kjo ka, shumë e thone, ka bo pak e ka mundësu edhe mu humbë kurreshtja fëmijëve për me pa, ndoshta vetëm për te, ose edhe tjetërën për te atyne që shoqënia ka përgadit për ta. Po, ndëgjova edhe kolegën, më duk shumë interesant edhe kjo ideja që vërtet mësimdhënësi është pjesë e komplet procesit se si mund të përqohet mesazhi i barazisë gjinore në klasë, jashtë klasës. Në gjetjet e tona jemi nisë edhe nga fakti që shpesh herë nxënësit e shohin librin si burim kryesor. Pra, libri është edhe autoritet kryesor mrenda në procesin e mësimdhënies. Edhe nëse e ke një mësimdhënës i cili e vë në dyshim atë tekst shkollor, ose mundet në mënyrë shumë kritike mu përballë me kontentin mrenda në këto tekste shkollore, prap ajo që është e shkruar në tekstet shkollore mësimore mbetet ashtu për momentin si që është. Në hulumtimin që ne kemi bërë me Youth Initiative, kemi pa tekstet e biologjisë, tekstet e edukatës qytetare dhe tekstet e historisë. E përkatësisht në tekstet e biologjisë vazhdojnë stereotipet gjinore sikur
vajzat flasin më shumë dhe rrinë dyshe. Tekstualisht kështë shkruan dhe e sheh një vajzë në një imazh duke lujt me kukulla, kurse djalin pastaj me kamione. Aspekte tjera ka pas këto të çështjet e mendimit kritik, të diskutimi i mendimit kritik në biologji, ku i shtrohet pyetja djalit, vllaut, nëse dëshiron motra jote të bëhet pjesë e policisë, çka mendon ti për këtë gjest? Pra konsiderohet si kur gjest, jo si vendim i karierës, jo si vendim i autonomis apo i agjencis kritike që ka një vajzë, po konsiderohet si kur një gjest. Tash, këto qëndron edhe probleme krahas tekstit. Pra mundesh me pas mësimdhënësin edhe projektin fantastik, ku vërtet punohet në drejtim të emancipimit të shoqërisë, të emancipimit të gruas, po duhet ta kemi parasysh që vazhdojnë dhe nuk ndryshojnë shpeshherë këto tekste, po flas për tekstet shkollore, mbesin në duart e nxënësve edhe të mësimdhënësve, sikur të mirëqena, sikur pjesë e këtyre teksteve. Kjo ke pjesa e parë e pyetjes, po shpresoj që e përgjigja. Veç përmeshtu, do me thonë, asnjëna prej formave nuk e mbizotron tjetrën, nuk është ideja që duhet me punu veç në këtë formë ose veç në këtë formë. Mendoj prapë që Ministria e Arsimit duhet me qenë e përshime, e përgjegjëse për situatën me tekstet shkollore, sepse është shumë e rëndësishme. Por po flasim se sa kishim mujt përmes formave tjera alternative, me mujt me ushtri ndikimin. Kemi pas raste, Uranil për shembull edhe kur kanë qenë tekstet okej, po për faktin që shenë ligjeru ato, janë bo shumë problematik, ose faktikisht që në ligjeru heq. Ta zem çështja e ciklit menstrual, çështja e shëndetit reprodus, nuk është që kanë qenë shkru me gabim në biologji, që ka ndodhur që veç është ndru faqja. Kështu që janë dy rrugë të cilat nuk e pengojnë njëra tjetrën e që duhet me ecë në për dy atë njëjtën kohë që me mritë që qëllimi i përgjithshëm. Po të pyeta për pjesën e librave, po nxitjes për dëshirën e leximit. Tash unë nuk kam qenë pjesë e atyre hulumtimeve, po citoj hulumtimet e tejes që i kanë bërë ata më parë. Fëmijët në Kosovë nuk është që lexojnë sipas hulumtimeve e tejes që janë bërë deri më tani, edhe shpesh herë kam pa hulumtuesit e tjerë, pra jo nga hulumtimet e mia në këtë aspekt, që çka po bojnë studentët, çka po bojnë nxënësit është po shkojnë në gjuhën angleze. Pra nuk po janë shumë të interesuar në ato tekste të vjetruara, të i kaluara sipas konceptit tyre, pra shpesh herë teksti është shumë larg nga përjetimet e vetë nxënësit dhe vazhdon pastaj me tekste tjera, me tekste që i duken më interesant. Se na e kemi pa në hulumtimin tonë që teksti më i ri që u servohet fëmijëve në shkolla është daton prej 1984-ës. Çdo të thotë që asnjë tekst të kohës së pas viteve 90-ta nuk ofrohet në mënyrë të përsëritur. Pra, ka tekste aty këto. Këtu e ki fjallin për lektyra. Për lektyra, po. Po asgjë mas kohës pas komunizmit të Shqipërisë. Po a kemi edhe mangësi të teksteve të reja që mund të me i përfshi? Po jo, mangësia ekziston në vedisim që mundën me u përfshi edhe këto tekste më bashkohore. Një nismë shumë e mirë është nismja e Meliza Krasniqit, për shembull, e cila e ka publiku tani së fundmi një tekst që i përmbledh 70 autore shqiptare femra, për shembull. Këto janë ekzistuese. Tekstet bashkohore të mira janë në vend, por duhet edhe ta kemi vedien që t'i implementojmë brenda në procesin mësimor. Po e vërtet, edhe faktikisht edhe po e mbaj mend edhe me mësimdhanë që një prej punëve që ka qenë që ju Valmire keni shty përpara ka qenë se si munden në krejt landë, përfshi këtu sidomos landë ku
është si letërsia, apo historia, apo edhe geografia dhe lanë të shkenca me mujtë sa ma shumë me përmend edhe autore, po edhe shkencëtarët ndryshme dhe historianët ndryshme të cilat kanë lënë gjurmë, e cilat faktikisht nuk janë pjesë pa tjetër e librave. Ajo që po shohim është që vazhdimisht ashtu po mundesh me pas hapësin me intervenu pak në mënyrën e ligjërimit që i bjanë me prufor material. Na e dim që ka vite që ka fillu pak kështu me u ristrukturu ideja e ligjërimit, me pas mundësi me lshu në i film, ka pak me pas mundësi me bo lojra në grupe dhe aktivitetet të ngjajshme. Prej përvojës së juve, sa ju ka duk që përmes formave të tilla alternative, keni mujt, tash të kemi të qartë lanë të mësimdhansve që bashkëpunojnë me juve janë lanë zgjedhore, andaj nuk mund ta themi që në secilin lanë mundemi me bo krejt ngjajshme. Po sa ju ka duk që përmes formave alternative të mësimit, që janë qof lojra, qof filma, qof leximi i teksteve dhe interpretimi tyne, keni mujt ma shumë me shtri ndikim se sa që nëse kishim me një forma tradicionale të mësimdhënies. Shumë saktë. Në fakt, në shumicën e shkollave që tashmë të paktën gati të gjitha komunat e Kosovës bashkëpunon për Kosova, nuk ka më mësim tradicional. Mësimi i cili është bërë në të kaluar, në tash shumë tepër rrallë haset në përditshmëri. Shumica e mësimdhënësve tashmë veç janë të trajnuar sidomos me kurrikulën e re të Kosovës që e kemi, është në autonominë e plotë të mësimdhënësit për me e ligjëru orën mësimore në mënyrën që ata dojnë. Kështu që edhe për mësimdhënësit po është shumë më e lehtë kur po e realizojnë orën mësimore në mënyrë më atraktive, ku në qendër po janë nxënësit edhe vetë nxënësit po mrin domethënë me zhvillu orën mësimore edhe me mri rezultatet që priten prej asaj ore mësimore. Sidomos trajnimet e kurrikulës së re, të gjithë mësimdhënësit që hyjnë në sistem patjetër e kanë me njek trajnimet e kurrikulës, kështu që në trajnimet e kurrikulës, secili trajner i thotë mësimdhënësve që ju keni autonomi të plotë në formatin qysh e mani mësimdhënien. Kjo është edhe një që e kemi vret përveç mësimdhënësve që nuk i kemi me Fakultet e Edukimit, ish për Kosova ka dhe mësimdhënës edhe alumnaj që janë me Fakultet e Edukimit të që janë në mësimdhënie në shkollat publike. Edhe kemi vrejt që mënyra më e mirë e tyre është kur kanë mësu teknika të reja, formate të reja, qysh me realizu orën mësimore. Edhe në momentin që kanë mërime po që kanë autonomi që nëse një tekst ose një format i librit nuk i përshtatët, kanë mundësi me marë tekstet të reja të cilat vish i përshtatën për me mri kompetencat e kalune që shjën veç të parapane me kurrikull të Kosovës, kështu ata janë të lirë me e bo, sepse nuk ka drejtor i shkollës, nuk ka zyrtar dëkas, nuk ka minister i cili nuk është i hapën për mënyrat të reja të mësimdhënies edhe që sistemi i edukimit me shkuar para. Këto nuk e besoj. Mirë, po na çka çalojmë është për shkak që një kohë të gjatë kena pak sistemin më të çaluar të sistemit të edukimit, e mandej ajo po përcjellet gjenerat pas gjenerate, edhe ndonjëherë aq keq po flitet për sistem, që veç sistemi i edukimit është keq, edhe kur ti vazhdimisht e ndëgjon që diçka është keq, të hup edhe vullneti për me rregullu. Kështu na po tentojna ti për Kosova tenton me ndryshu këtë mendësi tek mësimdhënësit, edhe thotë që kur të shkoni në shkollë, shkoni me një pozitivitet më të shumë, bëni aktivitete më shumë, dilni jashtë klasës, shumica mësimdhënësave shumicën e kohës i majnë ore mësimore mrena klasës, mësimdhënësat e tij për Kosovës dalin në park majnë, dalin në obor të shkollës e majnë landën në formatet qysh ka qenë edhe të kaluara, mjafton me pas një letër, mjafton me pas një kimik, dhe ti në gjendje prap me realizu ore mësimore. Nuk është patjetër në pas vish projektor edhe mjetët të konkretizimit ose teknologji që atash që po i shfrytëzojnë. Pajtona në disa çështje që i tha dhe kolega në disa të tjera nuk është edhe pajtona shumë. Unë mendoj që pa marrë parasysh çfarë lloj teksti të shfaqet përpara, nëse na mrrim si mësimdhënësa me i trajnum nxënësat që me pas mendim kritik për atë që e lexojnë. Nuk është e rëndësishme apo e lexon vetëm në libër të historisë, apo e sheh në TikTok, apo po e lexon në një rrjet social. Momentin që nxënësat janë të trajnuar si qysh me pas një mendim kritik se çka është mirë dhe çka është keq, çka duhet edhe çka nuk duhet, atëherë unë nuk kam problem me përmbajtjen, për shkak se e di që edhe prej Ministrisë Arsimit e disa herë janë ndryshuar formatet qysh bëhen shkrimi i librave, redaktimi, shpërndarja të tjera, po shteti ende s'ka mri me gjatë një format që ç'më ndryshu të gjitha libra. Nëse ka mundësi këto vetëm të ndërhyj pak, se gjën e njëjtë jemi duke e thënë, as ne qartas në raport themi se mënyra kritike edhe bashkëveprimi me tekstin dhe mësimdhënësin është këç në mënyrën se si disa tekste edhe qohen përpara.
Po, kë është hapi i parë. Nuk ka një hulumtim të saktë që për shembull bëhet në monitorim brenda klasës dhe i shem simullanca çysh e trajton njërin prej lektyrave. Jo, po mund të jetë hapi i dytë, mund të bëhet edhe një studim tjetër, i cili e shikon kë. Mos mirret vetëm në atë aspektin që nuk e kemi bërë këtë. Ne nuk e dimë nëse bëhet. Hulumtimi është hulumtim shkencor, i cili ka pas për synim të shikon gjuhën që përdoret brenda në gjuhën brenda në tekste. Rekomandimet ishte bile përmendur që është e rëndësishme dhe të trajnohen mësimdhënësit dhe të jetë po ashtu mësimdhënësi i përfshim në të ketë bashkëveprim. Por duhet të theksohet, po nuk e dim, po pra të bëhet edhe si rekomandim që nëse s'ka të bëhet, e të bëhet ndonjë hulumtim që mund të ketë rëndësi të veçantë në këtë drejtim. Gjithashtu nuk mund të ndalëm aty. Unë mendoj që është rëndësishme teksti që e merr një student. Në rregull, nëse në lektyra shkollore nuk e kemi këtë gjë, se shpesh herë janë tekste të cilat janë të ngulitura në histori, të cilat e kanë edhe një qëllim letrar që është te kaluese, po dhe i kemi në biblioteke tjera. Po kur vjen puna te teksti shkollor, nuk mendoj që mund të ndalem vetëm te hapi i bashkëveprimit, të veprimit kritik, duhet në këtë rast të vazhdojmë edhe të shohim se apo cënohet këto e drejta e njeriut në tekste shkollore. Pra, mendoj që ka shumë rëndësi teksti vetë dhe duhet ministria dhe akterët e tjerë relevant të shohin këto tekste në mënyrë kritike, se nuk do të ndryshoj përmbajtja e tyre në mënyrë të qëndësishme, ndryshon mënyra se si trajtohet dhe si portretizohet një grua krahas një mashkull ose krahas punëve të shtëpisë. Pra, është e rëndësishme të shohim edhe këto tekste dhe të mos i lajmë pas dorë. Është e vërtet, faktikisht është tepër e rëndësishme për shkak se në këtë formë apo institucionalizojmë edhe pabarazinë edhe ajo që apo bojmë është tek fëmija vegjël, jena tu e bo përmes një formet tamon të institucionalizume, do me thonë pabarazin, ku ja u paraqesim në pabarabartë djemt edhe vajzat, andaj për mu është vazhdo me qenë brengosës se si Ministria Arsimit nuk e ka shqetësimin e thellë cilin po e ndojmë na sot në këtë tavëlinë, sepse në fundit ato libra janë të miratume për institucioneve në Kosovë, andaj edhe ideja, e kam fjallin për tekstet shkollore, andaj edhe ideja që do me thonë në shkolla ligjërisht ju e japën, ju rekomandohen ato libra me u ble dhe që përmbajnë stereotipe dhe probleme tjera gjinore është për te problematikë dhe duhet mu adresu sa ma shpejt. Valmir, në krejt këtë angazhimin e juve në për shkolla, sa menon që keni mri me fut që është në barazis gjinore, jo veç aty me fmit konkret me cilit keni punu, po edhe në shkollë, e përmendet ma herë në shpërndarjen e frymës, edhe tjetra, ju që keni bëhë diritash është përmes landëve, që egzistu se jeni munu me shti perspektive në gjinore. Po në anën tjetër, kohë në fundit keni punu edhe për një lanë të re zgjedhor që është saksisht për barazin gjinore. Qësh është prit kjo edhe a mendon që ka me qenë një prej lanëve treja që ka mu marrë me u ligjëru për dikujt? Pa tjetër që po, bele tashmë javën tjetër do të shpërndohet në të gjitha komunat e Kosovës si lanë zgjedhore dhe do të jepet me të gjitha materialet të cilat janë përgadit në bashkëpunim me organizatën Qika, do të ofrohet si cilit mësimdhënës i cilit donë me e ligjëru si lanë zgjedhore barazin gjinore në shkollat të tyre. Këto e kemi pak një problem që zakonisht lanë zgjedhore është një udhëzim administrativ se si bëhet përzgjedhja e lanës zgjedhore, mirë po shumë pak respektohet nga komunat ose nga drejtoritë e arsimit, e saktësisht shumë pak respektohet edhe nga vetë shkollat. Shumica e mësimdhënësve që nuk e kanë normën e plot, e krijojnë një lanë zgjedhore ose jipet një lanë zgjedhore e gatshme veç sa për me umbulu norma, mirë po nuk mirën njerëz të cilët vishën të fushës që me marrin lanë zgjedhore me çu përpara, e që uroj që në ndërkohë një gjë e tillë të ndryshoj edhe që të kenë mundësinë që vetë nxënësat me e bo përzgjedhjen e landës zgjedhore ashtu siç është edhe me udhëzim administrativ. Ne kemi krijuar një lanë zgjedhore vitin e kaluar së bashku me Qikat, si vjet do të shpërndahet, ndërsa si vjet do të krijohet landa e dytë zgjedhore, e cila prapë ka me pas në tematik barazin gjinore, edhe këto tematikë që veç i përmendëm deri tash. Sa i përket frymës është prit tepër mirë. Domethënë para që 2 javë kam qenë në terren
gati 10 komunat që është projekti, e në 10 komunat nuk kom pas mësimdhënës, drejtor shkolle, zyrtar DK-s, i cili nuk na ka falënderuar për punën që e kena bo, nuk na ka falënderuar për idenë që e kemi pas sa i përket barazisë gjinore, sidomos në komunat të vogla që më herët shumë problem është ka qenë me diskutu këto tema, tash kemi mësimdhënëse të cilët vinë dhe na falënderojnë, në faleminderit shumë, sepse ka ra landa e juj, na tash edhe shumë sene po mujna me i shty për para, sepse kur po e pranon drejtoria e arsimit një lanë të tillë, edhe për neve po është më lehtë me diskutu për pabarazit të cilat na veç i shfaqim në përditshmëri. Po ashtu, diçka që kemi vrejt prej hulumtimit që e kanë bu vetë mësimdhënëset javën e kalune, është që fëmijët jo vetëm mes shokëve dhe shoqeve brenda shkollës që e kanë diskutu, po e kanë diskutu edhe në familje shumë. Edhe shumë është diskutu në familje, sa që nëse kanë pa një mini rezultat, ose vajzat ose djemët, kur kanë ardhur nesër në shkollë, kanë thënë arsimtare, unë e kom bëu çto, babi jam e ka aprovu, ose njëna prej vajzave në Skenderaj, që i ka thënë unë e kom shti babin me më premtu, që unë e kom e qenë pjesë e trashëgimisë së pronës, nuk kom i kalu prona vetëm vllaut. E që janë sene shumë të vogla, po që në aspekt të mendësisë tregon shumë që vajzat tash janë të gatshme, sepse e din çka është e drejtë për ta, edhe tash janë të gatshme edhe aspekt ligjor, me i shty përpara, me kërku të drejtat që më herët, me tregu drejtën unë në klasën e 6 nuk e kom ditë që kam të drejtë me trashëgu pronën, që i shkon shumë mirë nëse i kisha pas një mësimdhënës atëherë me më thanë që ki të drejtë me trashëgu pronën. Kështu po pritet këgjë mirë. Shumë rëndësishme. Uranel, dhe diskutum pas publikimit raportit edhe cilat kanë qenë pritjet, përgjithsisht pozitive dhe përgjithsisht krejt njerëz janë gëzu që tash kanë me pas edhe një raport apo dokument përmes cilit kanë me mujt me artikulu kritikat për lektyrat shkollore, sepse kom taku mjaft prind të shqetësuar vazhdimisht për përmbajtjen e tyre, që përveç rëndësisë raportit do doja në fund krejt më ndalë veç pak edhe tek rekomandimet, çka kanë qenë rekomandimet e juve cilat kishe dashur me i theksu sot këtu në emision. Po fokusona në rekomandimet që kanë bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me aspektin gjinor, se këtu ka pas edhe rekomandime lidhje me mënyrën se si portretizohet dikush me aftësi të kufizuar, persona që diskriminohen në baza racore e tjetër. Në aspektin gjinor, rekomandime i parë ka qenë që të zgjerohet repertori letrar në mënyrë që të vendosen edhe tekste letrare që janë më bashkohore, që janë më afër përvojave dhe aspiratave të nxënësve të rinj, të nxënësve bashkohor. Dhe gjëja tjetër që mund të theksojmë këto është të futën autore gra në mënyrë që vajza ta sheh veten të pasqyruar në veprimtarinë letrare. Kështu që to janë dy elementet kyçe besoj që po shpresoj që mund t'i shohem të ndryshojmë në të ardhmen. A ka qenë ministria ose dikush për institucioni viftuar në ndonjë prej takimeve? Se e di që e keni mbajt 2 herë për ndoket evente për publikim të raportit, dhe a kanë qenë pjesë? Kanë qenë të ftuar, po kjo pjesa organizative i takon më shumë ETE-s. Kanë qenë të ftuar dhe duhet të theksojmë se nuk e diskutuam këtë fare në debatin e tanishëm, duhet të theksohet që Ministria e Arsimit veç ka fillu në 2022 me një listë kriteresh në lidhje me përfshirjen e barazisë gjinore e tjetër, po është ndalë kë proces. Pra nuk e kemi idenë se ku jemi tani me procesin. Që i bie nuk janë shqyrtu fare tekstet, se unë mbaj mend që është po ka fillu si proces në 2022, po ETE-ja, tash po flas në emër të ETE-s, ETE-ja nuk ka marrë ndonjë përgjigje në lidhje me to. E gjëja tjetër është që po kanë qenë të ftuar, po fatkeqësisht nuk kanë arritë me na u bashku në këto evente. Faleminderit shumë për mua, ke shumë kënaqësi sot me debatin me juve dyjave. Faleminderit shumë dyjave për punën e rëndësishme që po e bëni për përfshimjen e perspektivës gjinore, feminizmit në arsem, ajo çka i ka mungu prej vitesh arsimit në Kosovë. Faleminderit shumë Valmira që ishe pjesë e emisionit. Nëse muj me shtu edhe një sen, është për shkak që me qenë se na 3 vjet, tashmë bashkëpunim me juve e kena bu vetëm si pilot projekt për me pa që sa janë të gatshëm mësimdhënësat me pranu një trajnim të tillë. Pas 3 vjete do të tentojmë së bashku me Ministrinë e Arsimit, me shty përpara, me komunat që me mujtë secilin prej mësimdhënësve me jap edhe një trajnim të perspektivës gjinore, sepse
Unë jam shumë e sigurt që ata janë shumë të hapur për me pa dhe një mënyrë të re të mësimdhënies qysh i shkon në mënyrën e duhur me bo. E që uroj që të ardhmen ta bëjmë së bashku. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve. Uranela, faleminderit shumë që jeti ku marsët. Shumë faleminderit për juve, gjithashtu kënaqësi. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që na ndoqët. Natën e mirë.